Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun te baraka wa taala, dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Në vazhdim të librit El-Kabair, mëkatet e mëdha, autori ka përmendur një titull, thot bab izdira'u ni'ma wal istikhfafu bi hurumatillah. Përbuzja e begatisë dhe shpërfillja e rriteve të shajta të Allahut Azza wa Jall, ose urdhrave të Allahut Azza wa Jall. Realisht, te ky kapitull, në disa dorëshkrime, ku vetëm është shënuar se ekziston ky kapitull, është një pjesë e zbrast, e bardhë, që autori nuk ka shkruar kurrë. Edhe se duket autori ka lënë hapësinë që të përmend këtë kapitull ndonjë ajet ose ndonjë hadith që është traditë e tij në gjithë kapitull, mirë po nuk ka përmend kurrë. Sidoqë të jetë, kjo është prej mëkateve dhe gjunave të mëdha që njeriu t'i përbuz begatitë të Allahut Azza wa Jall, po ashtu t'i shpërfill urdhrat e Allahut Azza wa Jall. Prej teksteve që mund përmenden këtë kapitull, ose që ndërlidhen me këtë temë, është hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Shikoni ata të cilët janë më ullë se sa ju, e mos i shikoni ata që janë mbi juve. Dhe kjo është një fjalë e urdhë, një porosi që e njohur edhe në popullin tonë, që nëse njeri don me vlerësu begatitë e Allahut Azza wa Jall, le t'i shikon ata që janë më ullë se ti. Çfarë do mirësi është fjala? Dhe mos i shiko vetëm ata që kanë mirësi më të mëdha. Qoftë në shëndet, qoftë në bukuri, qoftë në shtëpi, qoftë mjet udhëtimit, qoftë vend punës, qoftë pasuni, çfarë do begati ose çfarë do natyre tjetër ajo begati. Nëse njeriu i shikon vetëm ata që e kanë këtë begati në kuptimin më të ngritur ose më të lartë, kjo do të shtyn ti ta përbuzësh begatinë që të ka dhënë Zoti. Me marrë veç një shembull praktik. Nëse njëri ka një vetur, ka një kerr, dhe i shikon vetëm ata që kanë kerre më të mira, lakmon, ka qef, ai nuk e vlerëson kerrin që ka, nuk e vlerëson veturën që ka. Mirë po nëse shikon të tjerë që kanë më dopt, ose që s'kanë heq, ose ai ku me po që ka një begati, gëzon një begati, dhe do t'jetë më mirë njerëz dhe më falenderus ndaj Allahut për atë begati. Ashtu te vendi i punës, ashtu te fëmia, ashtu çdo begati që Zoti ja jep njeriu. Për ata bile shpeshherë disa mesazhe japin edhe në formë të fotografive ose paraqitjeve të ndryshme. Pezon, eshe një kerr me një vetur që posëdo njëri çfarë do lloji, nëse kthyer përpara, ku më po njerëz që të kalojnë ashta me kerre më të mira, më të shpejta me. Po më kthy mrapa, ki më po dikon me një kerr më të vjetër. Po mas ti ki më po dikon ashta që as kerr nuk ka një bicikletë ose një motor. Nëse shem më mrapa, ki më po dikon ashta tu ecën kom. Po me kthyer edhe pak më mrapa, ki më po njerëz që në kolic, që as me ecë nuk munden. E mos lasëm pastaj ata atillë që s'munden hiç as
Me pas edhe ku me ditë sa kerët e sa pasunin, s'mundet me hyp hiç në ta. Kështu që njeriu duhet të shikoj edhe ata që janë me begati më të ulta që të mos i përbuz mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kurse sa i përket pjesës së dytë të kapitullit, pra shpërfillja e riteve të shejta të Allahut azza wa jall, këtu hin urdhat e Allahut te bareke ve taala, urdhrat për me vepru diçka, pra urdhresat, urdhri për me u largu prej gjanave të këqija që janë ndaresat, mirë po edhe gjitha ritet edhe shenjat e simbolit e pjesë që Allah azza wa jall i ka madhru. E tash është mëkat edhe është gjëna kur njeriu i shpërfill këto gjëra që i ka madhru Allah azza wa jall. Dihet që kur Allahu ka urdhëruar diçka, ajo është e madhe te Allahu azza wa jall. Ajo është një çështje shumë e dashur te Allahu azza wa jall. Atëherë madhroj edhe ti. Atëherë përmbajo edhe ti. E asesi mos e shpërfill. Po dihet gjithashtu që nëse Zoti ka ndaluar nga diçka, ajo është e rëndë te Zoti. Është e madhe te Zoti. Ki kujdes, mos je prej atyre që shpërfillen këtë urdhër për mu largu prej saj. Po qoftë në një ritual, në një vend të shenjtë, në një muaj të shenjtë siç është Ramazani, në një ditë shenjtë, mos i shpërfill këto simbole, këto gjëra që ka madhruar Allahu azza wa jall, për arsye se kjo është e ndaluar edhe prej mëkateve. Vazhdim autori përmend kapitullin e radhës ku thot bab bughdhu salihin, urrejtja e njerëzve të mirë. E që gjithsesi është prej mëkateve të mëdha dhe prej gjunave të mëdha. Se në esencë njeriu duhet t'i doj njerëz të mirë, duhet t'i doj besimtar të sinqert, duhet t'i doj vepër mirë. Për arsye se kjo është prej dashurisë për Allahun azza wa jall. Pra dashuria për Allahun azza wa jall duhet me shty besimtarin që mi dorë gjithë ata të cilët i përmbahen mësimeve të Allahut. Besimtarëve të mirë, vepërmirëve, e jo e kundërta. Mirë po, ai njeri që i urren njerëz të mirë, kjo është shenjë se ai njeri ka zemër të smur. Ai njeri ka zemër të smur. Se nuk i takon njeriu dhe nuk ka njeriu të urrejnë, përderisa njeriu duhet ta urrejë të keqen. Do ta urrejë veprën e keqe, jo ato që është i mirë, ato që bën mirë. Dhe këto është fjala vetëm për urrejtjen që njëri ka. Që është çështje e zemrës, se nëse ajo urrejtje rezulton me ndonjë hap konkret pastaj edhe në vepër, me shkaktu diçka edhe më shumë, më shfaq pastaj ajo urrejtje në sjellje dhe në vepra, ai pastaj është e keqe mi të keqe. Me po na po flasim këtu vetëm për urrejtjen që njeriu mund ta ketë në zemër karshi njerëzve të mirë. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, pasi që në ajetet paraprake, para ajetit që do ta përmendëm, flet për muhaxhirët, flet për ensart, për ata burra të mëdhenj që kanë mbështetur pejgamberin alayhis salam, që kanë jetësuar librin e Allahut, shariatin e tij në praktik. Pra janë njerëz që meritojnë më shumë të dashurinë tonë. Sot Allah azza wa jall, "Walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا." Allah azza wa jall, ndërsa ata që vinë pas tyre, pra pas gjenerate të ardhur të sahabëve, të besimtarëve, të muhaxhirëve dhe ansarëve, ndërsa ata që vinë pas tyre thonë: "O Zoti jon", ose "O Zot, Zoti jon, falna neve dhe besimtarët të cilët na kanë paraprim me besim." Pra besimtarë që ishin para neve. Dhe mos le hapësirë ose mos lejo që të ketë në zemrat tona urrejtje ndaj tyre. E që këtu në ky ajet i përmbledh dy gjëra. E para që karshi besimtarëve të mirë, që padyshim në rand parë janë sahabët, njeriu ta ketë zemrën e pastër karshi tyre, po dhe gjuhët tona të janë të pastra karshi tyre. Jo ti ofendojmë, jo ti shkojmë, jo ti morrim për të keq. Përkundrazi, të
të lutemi për ta, të kërkojmë falje për neve dhe për ta. Po gjithashtu, edhe zemrat tona të jenë të pastër ka shejtyne që të mos ketë asnjë pikë urrëtie ndaj njerëzve të mirë. E jo të jetë e kundërta. Të ketë urrëtie ndaj njerëzve të mirë. Për ata, çdo njeri tek i cili shese i urrejnë nxënës të dijes, i urrejnë hoxhollart, i urrejnë dietarët. Dije që ai njeri ka zemër smur. Është diçka tjetër njeri kur ka problem personal me dikon, ose nuk i pëlqen një individ i caktuar. Mirë po, urrejtja është diçka tjetër. Se kjo nuk kupton se po urrejnë njerëz më të mirë, njerëz që realisht janë pris, që i prin punëve të mira, veprave të mira në udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe njeri të urrejnë ata, të urrejnë besimtarët e mirë, të urrejnë ata që i përmbajnë mësimeve të Allahut, të urrejnë ata që shkojnë të urrejnë ata që shkojnë në xhamia. Po dikush mund të urrejnë një vepër të keqe që e bën një njeri musliman. Mund të urrejnë një vepër të keqe që e bën një namazli. Nëse është e keqe është e keqe, nuk duhet të keqe. Me po të urrejnë njeri pse shkon në xhami, të urrejnë njeri pse praktikon sunetin, të urrejnë njeri pse ka mjekër, të urrejnë njeri një vajzë ose një motër e cila ka mbulesën. Wallahi kjo vetëm më shenjë do të tregon që ajo zemër është e smur. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që konkretisht flet për ansart. Sot la yubghidu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sot pejgamberi alayhis salam nuk ka mundësi të urrejnë ansart, pra banorët e Mekës që ndihmon pejgamberin alayhis salam. Në rand të parë ky emër kur përmendet i vetëm i përfshin muhaxhirët që janë ata të parë që kanë ndihmuar dhe përkrah pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po kuptohet muhaxhirët dhe ansart bëhet ai dallimi mes tyre dy grupeve të sahabëve. Mirë po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka mundësi të urrejnë ansart një njeri që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi. Njeriu beson Allahun dhe me urrejt ata që i ka dashur më shumë ti Allah azza wa jall mas pejgamberëve. Një njeri që beson ditën e gjykimit, që beson që ku me dal për Allahut, ku me morë në llogari, jo vetëm për fjalët e veprat, por edhe ato që ka në zemër, për dashurinë dhe urrejtjen që ka në zemër, që realisht ajo është baza e veprave. Nuk ndodh. Nëse njeriu i urren, atëherë kjo është shenjë e nifakut tyne, munafiqllëkut tyne, e kofrit tyne. Për ata është përmend dashuria ndaj ansarëve është iman, është besim. Urrejtja atyre është nifak. Është hipokrizi. Për ata është duaja e njohur e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbak. O Allah, nga ti kërkojmë të adhurosh dashurinë ndaj teje. Zoti më na shtu dashurinë ndaj Allahut në zemrat tona. Lutje, dua e pejgamberit sa. O Allah, nga ti kërkojmë të na jepësh dashurinë ndaj teje. Wa hubba man yuhibbuk, dhe dashurinë ndaj atyre të cilët dojnë ty. Vallahi këta burra dhe besimtarët e mirë, kur i përmbajnë mësimeve të Allahut, dëshmojnë se e dojnë Allahun azza wa jall. E ata që dojnë Allahun duhet të duhen, jo të urrehen. Wa hubba man yuhibbuk, na dhuro dashurinë ndaj atyre të cilët të dojnë ty. Wa hubba al-amali alladhi yuqarribu ila hubbik, dhe na jap dashurinë ndaj veprave të cilat na afrojnë drejt dashurisë tonë. Por gjithçka që të afron te Allahu azza wa jall duhet ta dush dhe duhet kërkosh nga Allahu që ta shtosh dashurinë për ta. Ajo Allahu na rujt ti urrejsh. Qoftë individ që i praktikojnë këto vepra, besimtarët e mirë, qoftë vetë këto vepra. Autori pastaj në kapitullin e radhës flet për hasedin, e që është edhe kjo smundje nga smundjet e zemrës, zilija, smira,
Hasedi është urrejtje e begatisë Allahut Azza wa Jall. Ti kur ki hased ndaj një individi, ndaj begative që Allahu ja ka dhënë atij njeriu, ke çanën kupton? Ti urren atë begati dhe atë mirësi që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Për që ata thuhet fjala se hasedxiu është armik i begatisë së Allahut. Armik i begatisë së Allahut. Por ti kur e urren një begati që Allahu ja ka dhënë dikujt, ti e të urrejt begatinë e Allahut, realisht. Ti e të urrejt diturinë e Allahut absolute për caktimin dhe kaderin e tij. Allahu ka caktuar se me kon kader hise e tij. Kaderi ti me kon ajo begati. Fati ti Allah ka shkruar atë. Hala pa orën këtë dynjë. E ti urren atë begati? Ti urren atë mirësi që ka dhënë Allahu? Ti armik ose i begative të Zotit këtë rast. Për ata, hasedi është cilësi e munafikëve. Dhe nuk është cilësi e imanit dhe besimit. Është cilësi e jahudive. Ku në ajetin që ka përmend autori, Allah në këto ajete flet për jahudit. Sot Allah te baraka wa taala em yahsudun an-nas ala ma atahumullah min fadli. Sot apo i kanë hased njerëzit të cilëve Allahu ka dhënë nga begatitë e tyre, fjala është e kanë hased pejgamberin alayhis salam dhe sahabët. Pse në shkuat në Medinë? Në shku me shpresë se pejgamberi i njoftuar që do të del, i paralajmëruar kanë shpresuar që të jetë nga mesi tyne, nga losë tyne. Dhe në momentin që ka po që ai është nga Arab, e kanë urrejt. E kanë urrejt që Allahu ja ka dhënë këtë begati dhe këtë mirësi atyne. Që Allahu atyne ja ka dhënë imanin dhe besimin. Dhe Allah Azza wa Jall i qorton dhe paralajmëron me këtë ajet kuranor. Se si realisht me këtë hased çka kanë shfaq? Armiqsi, thot, i kanë zili begatit që Allahu ja ka dhënë atyne. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu askush nga ju përderisa nuk e don për vllahun e tij atë që don për vetvete. E që është edhe kundërta. Nuk ka besu ai njeri i cili nuk urren për vllahun e tij atë që urren për vete. Pra kur nuk don diçka me ndodh ty, kur nuk don diçka një keqe me të ndodh, a ki qefti dhe me thonë me të pas dikus hased, ose a ki qefti një begati që të ka thonë Allah me të largu për veten tonë? Jo, atëherë mos ja duja as vllahut tënd. Mos ja duja të edhe as të tjerëve. E hasedi ka tri shkallë. E para është urrejtja së begatisë të Allahut Azza wa Jall. E dyta është dëshira që me ju largu ajo begati, pra me ja marr Allah Azza wa Jall atë begati dhe atë mirësi. Dhe e treta është njëri me marr hapa, me bë diçka për me ja largu atë mirësi. Hasedi me shtyp pasaj edhe në vepër. Përderisa kjo e treta është problem. Është fjala kjo e treta është problem nëse ti dikujt ja bën, se këto të parat veç ty kanë me të hongër për brenda. Ose nëse dikush ty të ka hased, përderisa nuk merr hapa kundër teje, ai veç ka me përvlu ai hased që ka ndaj teje. Për arsye se edhe në surën Al-Falaq, kur Allah Azza wa Jall na ka mësuar me kërku mbrojtje prej disa gjanave, thotë: "Wa min sharri hasidin", veç jo edhe hased. Dhe kërkojmë mbrojtjen tonë nga sherri i hasedliut ose hasedxiut, kur vepron me hasedin e tij, kur bën diçka konkret me të lëndu, me ta larguar atë begati. Se përderisa nuk merr ndaj hap konkret, ajo do të jetë veç kundër tij. Ai do të vron ato mas pore, për ata është ajo fjala që hasedi nuk ka gjë më të drejtë se sa hasedi. Se njerin e parë që e vret është vetë hasedxiu. Kështu që kjo është një mëkat i madh. Kjo është një gjuna i madh. Autori e ka përmend
Se hadithin që cek më herët po kuptohet. Pra, me dosh për llon ton atë që don për vete, edhe urrejt për atë që urrejn për vete. Mirë po, hasedi vjen ndesh me dashurinë që do të më pas për llon ton. Me adosh mirën atij. Atëherë ti kur ki hased ndaj tij, kjo vjen ndesh me këtë dashuri që duhet me kon zemrën tonë. Autori ka përmendur edhe një hadith tjetër, i cili realisht është hadith i dobët, mirë po që kuptimi është i saktë, por hadithi është i dobët. Thuhet iyakum wal hasad fa innahu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab aw qala al 'ushb. Thot keni kujdes nga hasedi, sepse ai i han veprat e mira. Pra shkatron ato, i prish ato, sikurse që zjarri i han drut. Ose ka ardhur e han balën. Balën thot e dim nëse i ngjitet zjarri se sa shpejt e bën hije plahë. Dhe kapitulli i fundit për sa që do ta përmendim është kapitulli su'udhannu bil muslimin. Mendimi i keq për muslimanët. Ma herët atëherë kemi pas më përpara në libër një kapitull veçantë mendimi i keq për Allahun. Këto fjalë është mendimi i keq ndaj besimtarëve ose për besimtarët. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Thot Allah azza wa jalla: O ju besimtar, menjanoni shumë dyshime, sepse disa prej dyshimeve janë mëkat. Pra, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm ndaj dyshimeve. Sepse shumica e dyshimeve nuk janë vërteta. Shumica e dyshimeve janë mëkat. Nuk po thot Allah zotë largoni tona dyshimeve, se disa gjëra të këqija që ndodhin, fillimisht janë dëshaja, nëse më njëherë nuk duket ajo e keq, ose ajo janë disa shenja që aludojnë se nuk ka situata mirë. Mirë po qëllimi është që shumica janë mëkat. Shumica nuk janë vërteta, për shumica nuk duhet asë njërë, për asë nuk duhet të nëziton. Mirë po, disa shirë me kalimin e kohës, që vërtet janë ashtu, por shumica nuk janë vërteta. E kur, si kur gjonat, veç kishin qenë, gjysëm për gjysë njeri do të jetë i kujdesshëm. Ose vetëm një pjesë, pej tyne me konë jo e vërtet, do të njeri me konë i kujdesshëm. E jo kur është e kundërta. Shumica e fjalëve që bartën, e asoj që ka thuhet, muslimani për musliman, se që për hapër për një musliman të caktuar, për një njeri është fjala një njeri që është i vërtetuar, që është i sjellshëm, besimtar i mirë, atë njeri duhet të jetë i kujdesshëm dhe çdo gjë e cila i vjen dërmend për të, ose çdo paragjykim për të, njeri duhet ta largon këtë paragjykim. Dhe të mundohet të ketë mendim të mirë për të. Dhe të mundohet të arsyeton. E dëgjon një fjalë prej tij, nëse don, mund arsyeton. E ka pos për qëllim, se pat me mua, ku me ditë për çka e pat fjalën, ose pat me më këshillu, me materi vërejtjen, jo me më nënçmu, ka 100.000 mënyra, ose i shkoj gjuha gaboj, ose më në arsyeton, format të ndryshme më në arsyeton. Jo me paragjykim. Për ata, të shë një dallim mes asaj që njëri mund i shkon menja, se menja mund të shkon njeriu të gjithçka. Edhe në këtë rast mund i shkon menja njeriu me paragjyku dikon. Mirë po këtu nuk është fjala për me shku menja. Se nëse njëri të shkon një menja një paragjykim, po e lufton atë paragjykim. Thotë nuk është e vërtetë. I vjen njëri ndërmend për një vëlla, për një kënd, mundohet me largu atë paragjykim, mundohet me arsyetu. Ai në këtë rast është jo vetëm i falën, po na e dim që për një mëkat që njëri të shkon mendja, nëse largohet prej tij, ai është problem për të, ka sevap për të. Mirë po problemi është kur njëri me atë paragjykimin, me mendjen e keqe vazhdon. Merret me to, e pranon ato,
Atëherë këtu çka është paragjykim? Nuk është paragjykim vetëm me të shkumenja, Nëse veç menja, ajo është një prej shejtanit, prej iblisit, mundo me largu, mundo me arsyetu njeriu. Mirë po, nëse ajo është e vazhdueshme, atëherë është problemi. Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith." Sot keni kujdes nga mendimi i keq, pra nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rana më e madhe. Është gënjeshtra më e madhe. Elis Allah subhanahu wa ta'ala që të na jap sinqeritet në zemrat tona, të na jap dashuri për Allahun dhe për besimtarët e mirë, të mos lënë hapësinë në zemrat tona për urrëtitje ndaj të tjerëve, për hased, për mendim të keq, po të kemi mendim të mirë për besimtarët, të garojmë punët e mira, të bëjmë lutje dhe dua për ta. Nëse nuk mundu me arrit gradat e tyre me vepra të mira, mund të arrijmë ato grada me dashurinë ndaj tyre dhe me lutjet që i bëjmë për ta. Se shka orë prej vetë sahabëve, si Enes radiallahu anhu, kur është përmend Abu Bekri, Omeri, sahabët e mëdhenj, dhe dëshmon se na me veprat e tona nuk mund të arrijmë ata njerëz. Mirë po kemi shpresë madhe të arrijmë ata me dashurinë tonë për ta. Se vetë pejgamberi sa më ka thonë, el mar'u ma'a man ahab, njeriu në botën tjetër do të jetë me ato që e don. Me ato që e don. Atëherë, nëse smunesh me kon pe të mirëve atje, mundohu me u përgjasu atyne, me kon me shku mas atyne. Dhe duaj ata që ti jesh bashkë me ta në ato vende që Allahu ka premtuar atje njerëzve të mirë, xhenetet e larta. Allah te bareke ve teala na përmirësoft. Allah te bareke ve teala na lëzoft. Allah azza wa jalla na rujt nga çdo fjalë dhe vepër e cila na çon drejt dëshkimit dhe dërimit të tij, po na udhëzon drejt fjalëve dhe veprave të cilat na drejtojnë drejt kënaqësisë së Allahut, drejt xhenetit të tij. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.